Byrek me lakra vetëm me 2 pet. Si e përgatisim tani? Në fillim do presim lakrat që kemi, neve përdorëm spinaq, qepë të thatë edhe të njomë, edhe çfarë lakra të keni juve. Në fillim do skuqim qepën në vaj edhe pastaj do t'i hedhim spinaqin. Këtu po përgatitim gjalpë edhe vaj se na duhet për petën. Do hedhim spinaqin, ta skuqim edhe atë një çikë, edhe do hapim petën, brumin për byrek siç e zëm zakonisht, vetëm që do shumë gjalpë edhe vaj, pse? Se duhet ta vendosim se peta nga që është e trashë, nuk duam që të na ngjitet edhe të bëhet ashtu shumë e thatë. Pasi e kemi lyer mirë me gjalpë edhe me vaj, kështu siç ua tregova, do ta vendosim një çik në të ngrirjes, në frigorifer, edhe pastaj tek lakra do hedhim krip, piper të kuq, piper të zi, nga këto erzat në energjik, kopër, majdano, anitho, djozmo, çfarë të doni juve, gjysma thash greqis, gjysma shqip, I kuptua tani se citë, po mund të hidhni çfarë të doni juve, sa më shumë aq më mirë. Tani e hapim petën si shikoni, hapet shumë lehtë, një petë do ta vendosim nga nëntë, do ta lyejmë me gjalpë dhe me vaj që kemi shkrirë, edhe do t'i hedhim erzat brenda lakrat, të gjitha këto që I përgatitëm, që I skuqim. Nga lart do hapim një pet tjetër, po ashtu njësoj, do ta mbyllim mirë byrekun, do ta presim në copa dhe do ta vëmë që të piqet. Shikoni sa I mirë dhe sa I shishëm që delo njerëz. Më thoni tani, nëse nuk do ta provoni këtë recetë. Ciao.